Në përfundim të një cikli qeverisjeje, efekti në kulturë ka një rezultat. Shenja që po lën hapësirën e artit bashkohor dallohet nga të tjerat, si një zonë gri ku janë shkrirë kufijt mes artit dhe politikës. Këtë vend mund ta ndryshojnë vetëm njerëzit që e perceptojnë ndryshimin. Shikoj tek Edi Rama formatin e një europianit. Kërkoj dhe mundsoj quarjen një shkallë më lartë, besoj nivelit drejtimit të teatrit kombëtar, të operës dhe baletit, si dhe galerisë kombëtare të arteve. Duke emëruar në krye të tyre dy njerëz me një histori suksesi jo vetëm në Shqipëri. Ju falenderoj për besimin, falenderoj gjithë miqt dhe le t'ja lëm punës detyrën time. Shumë falenderoj. Kemi parë në vite nisma individuale, që në vend të uniformës gri shtetërore kanë ruajtur pavarësinë e shprehjes edhe pse në periferi të skenës. Tani shikojmë se edhe një institucion qendror për nga statusi, Galeria Kombëtare e Arteve, ka rëshkitur me të shpejt në skaje. Ajo është pasqyrë e një politike kulturore me dy standarde. Njëri realitet është ai trashëguar në vite dhe si çdo rrënjosje që duhet ndryshuar së brendshmi, gjilpërën e kërkon në tru. Realiteti tjetër paralel është ai që ndërtohet në të sotmen. Qeveria ka krijuar rrethot e saj të artit bashkohor, së pari me qendrën për hapje dhe dialog, e cila në mënyrë po aq të hapur sfidon galerinë kombëtare. Galeria nuk është faktor në përfaqësimin ndërkombëtar të Shqipërisë, nuk është edhe brenda vendit. Bienalet e artit dhe të arkitekturës dhe Onufryn kanë treguar se si zgjidhen kuratorët nga të tjerë kuratorë, se si trafikohen në qarqe të ngushta të njëjtët artist, tani edhe midis Kosovës, se si anglishtja është kthyer në gjuhë të parë dhe emri Anri Salës përdoret si majdanozi në çdo gjell. Po të kërkosh, nuk do të gjesh asnjë element grafik për të identifikuar Onufrin e këtij edicioni, sepse kurdo, qeveria jep maksimumin për kryeveprat e artit italian dhe kushtet bëhen ideale në galerinë kombëtare. Dhe shpresojmë që kondicioneri nuk do ulet nën 15 gradë, sepse nën 15 gradë veprat me njëherë mblidhen dhe futen në për krevatet e tyre, dhe që deri në fund këto gra do të kënaqemi duke i parë, do të na shohin, po nuk do kemi kontakte që mund t'ju krijojnë atyre dëmin më të vogël në lëkurë. Falenderoj shumë Tanin, e gjithë ata që punuan nga kryeministri deri tek ai që ka vënë goshdën e fundit dhe ka rregulluar kondicionerin e famshëm në galerinë tonë të arteve. Nuk është fjala për të mbështetur dhe për të bërë të njohur vlerat kombëtare apo veprat e të rinjve që po plaken në këtë vend të përçar dhe ku më të vegjëlve u flitet për edukat përmes artit. Mirëmbrëma, Artan Shabani, drejtori i Galerisë Kombëtare të Arteve, është i ftuari ynë për sonte, ndoshta personi i tij nuk ka nevojë për prezantim, por Galeria Kombëtare, ky institucion qendror i kulturës në vend, sigurisht që ka nevojë për një prezantim, të paktën për këto 3 vjet e gjysëm që Shabani ka drejtuar këtë institucion. Jemi ndoshta dhe në fund të mandatit tuaj, zoti Shabani, si drejtori i Galerisë Kombëtare? Mirëmbrëma publikut, mirëmbrëma Elsa, faleminderit për intervistën dhe për prezantimin, do thoja, dinjitos të këtij institucioni, mbasi është i vetmi. Akoma se kam thënë, dinjitos apo jo? Jo, dinjitos për nga statusi, po për nga roli që ka në vend, nuk e kam thënë akoma. E ka në vend, por edhe jashtë vendit. Gjithsesi, ja lëm emisionit ose publikut i cili në vite nxjerr konkluzione të tilla për
dinitetin ose funksionin që ka një institucion. Unë ju falenderoj shumë që jeni sot këtu me ne. Faleminderit ju. Është intervista e parë që bëjmë që nga koha që ju jeni emëruar drejtori Galerisë Kombëtare, sepse kisha dëshirë që të shifja vërtet si do të shkonin punët, si do ta drejtonit, a do t'i mbanit premtimet apo jo, për të ardhur pastaj në një bisedë si kjo që unë dua pak të ndalemi në disa momente. Dhe ju mendoni që unë i kam mbajtur premtimet? Kyçet të Galerisë Kombëtare, dua ta di nga ju, pastaj unë mund t'ju jap dhe kundërpërgjigjet ndoshta. Atëherë, pyetja e parë është që jemi në fund të një mandati? Sepse di që drejtuesi mandatit kanë filluar detyrën në tetor të 2013-s dhe mendoj se janë realizuar një pjesë e konsiderueshme për sa i përket projekteve të ekspozitave dhe të eventeve. Jeni i lumtur? Jo. Nuk kam arsye që të jem i lumtur ose nuk kam arsye për mos të qenë i lumtur. Pyetja nuk është ngasmuse, është drejt për drejt. Edhe po të jetë ngasmuse me fjalë, jam i lumtur sepse jetoj në vendin tim, e kërkova këtë gjë që të jetoj në vendin tim, pra nuk e ndjej të sforcuar. Ju flas gjithmonë i lumtur në raport me rezultatet e institucionit që drejtonit. Kam një sodisfaksion për një pjesë e rezultateve, po nuk mund të egzaltoj lumturinë time dhe të them, por jam i kënaqur. Okej, faleminderit. Unë do t'i referohem pikërisht atyre premtimeve në një nga intervistat e shumta të para që keni dhënë. Patjetër. Të cilat unë mbaj mend. Dhe pastaj të themi që është kështu aktualisht. Jam gati. Thoni që do të filloj nga pjesa e ndriçimit jashtëm. Po. Po punoj për siguruar një sponsorizim nga një studio arkitekture italo-shqiptare për një ndriçim profesional që fasada të shkëlqej. Do rishihet struktura e galerisë dhe do të propozojmë një degë të marketingut muzeal. Ka shumë nevojë të gjenerojë ekonomi. Kjo duhet bërë që Galeria Kombëtare e Arteve të jetë autonome dhe të mos ketë nevojë që për çdo gjë të trokas në dyer të tjera. Me një strategji të zgjuar, do të krijojë mundësi për të thithur fonde nga donatorët, artistët dhe dashamirësit e artit. Duhen krijuar binjakëzime që galeria të bëhet e njohur edhe jashtë. Perfekt. Të përgjigjem? E para. Nga fundi, nga fillimi? Jo, nga fillimi. E marrim nga fillimi. Me që ju pëlqen, ashtu si dhe kryeministrit, të shikojnë ratë par fasadat, ju thatë që kjo fasadë do shkëlqej. Po pse bet ky krahasim me kryeministin? Po sepse ju erdhët aty edhe në sajti, apo jo? Në kryet Galerisë Kombëtare. Jo, pyetja ime është se për fasadat. Fjala fasad unë kam vërej që po sepse ka një histori këtu. Jo, tek ne shqiptarët çdo gjë e shikojmë në kontekstin e polemikës. Pra, duhet pak edhe ai esenci pozitive gjë. Fasada është e rëndësishme, çdo sfond është i rëndësishëm. Apo çdo prezantim i një institucionit qoftë kombëtar apo një institucion privat. Prekosh në atë fasadë duhet ndërhyrë, domethënë. Absolutisht dhe duhet të ndërhyrë. Absolutisht po jam dakord me ju. Nuk vonoj dhe përballë kësaj fasade u vu një objekt i cili su Fujimoto, po, reja. Reja. Ky objekt që sa do ta shkëlqenit ju, ç'kuptim do kishte ky projekt? Do të flasim dhe për këtë instalacion, për të veprarti, gjë që nuk është Galeria Kombëtare. E fillojmë nga ndriçimi. Krijova me donator, pra pa fondet e buxhetit shtetit, ndriçimin e plot të gjithë periferisë së Galerisë Kombëtare të Arteve, kjo dhe për konsekuencat e mbrojtjes institucionit gjatë natës apo akte të vandalizmit, siç kanë qenë dhe në të kaluar për sa i përket skulpturave rreth institucionit, po ky ndriçim i cili është bërë me kur flasim për shkëlqimin e fasadës kemi parasysh dhe restaurimin e saj, jo thjesht ndriçimin. Do kaloj dhe ndriçimi do ishte më pak problem. Për sa i përket fasadës, si restaurim, riprisinim, konservim ose rikonceptim, ju prezantua Ministrisë së Kulturës në Shqipëri kërkesa dhe ekzigjenca që kjo fasad e cila është me pjesë të mozaikut të 74-s dhe fragmentohet, do thot, nga nxehtësia dhe nga shiret apo nga breshja ose nga temperaturat dhe nga vetë amortizimi i objektit, normale fragmentim do thot që këto shkëputen dhe ne i gjejmë si pjesë koleksioni për t'i mbledhur. Në korrik të 2015-s ju filloni restaurimin e fasadës, apo jo? Të cilës pjesë? Ju ma thoni ju, të cilës pjesë? Është kërkuar restaurimi një pjese të fasadës, e cila është pjesa frontale, pjesa ballore. Ne kemi kërkuar shifrën e plot, mos të gaboj, ishin rreth 200.000 euro për të gjithë pjesën e fasadës.
Dhe janë dhënë rreth 37-40 milion lek të vjetra nga Ministria e Kulturës, të cilët i rikaluan Ministrisë Kulturës për projekte që i kishe më emergjente. Do me thënë ju a dhanë dhe ju a morën prapë? Po, në këtë rast po. Nuk është era parë që ndodhë kështu? Me Ministrinë e Kulturës? Mua më ndodhi përsa i përket fasadës, shpresoj që të vi momenti oportun dhe të jetë një moment i dur që të rishikohet Galeria Kombëtare me atë seriozitet që po shikohet dhe Teatri i Operës i Baletit apo dhe institucionet të tjera. Galeria Kombëtare e Arteve ka nevojë të rikonceptohet, të restaurohet totalisht dhe në mënyrë të veçantë, më shumë se sa fasada, të shikojmë atë që nuk duket është fondi i Galerisë Kombëtare. Pikërisht këtë gjë ju ja keni propozuar sërish Ministrisë Kulturës, një ndërhyrje që do të zgjeronte fondin, do të çlironte hapësirat e brendshme dhe krijohet mundësia një godine me parametrat bashkëkor, që do të thotë me klimatizim, do të thotë me mbrojtje, të ndara pra piktura, skulptura, linoleumi, grafika. A u morë ndonjëherë në konsiderat ky propozimi juaj nga Ministria e Kulturës? Çfarë ka ndodhur? Sepse jemi në vitin e 4 dhe asgjë të re nuk ka për këtë gjë. Ne kryejmë detyrat tona, funksionet tona në mënyrë serioze, në mënyrë korrekte. Dhe kur evidentojmë që Galeria Kombëtare ka një emergjencë, ka një urgjencë, ose në vizionin e saj, në rrugtimin e saj, ka nevojë për një këndvështrim, pra ka nevojë për të fond, pavarësisht nga ndrimi i drejtuesve të saj, duhet që këto gjëra të bëhen, pra mos u bllokohen me mandate. Ne kemi rreth 5000 vepra arti, dhe këto 5000 vepra arti kanë dhe këto nevojë që të jenë të klimatizuara, të jenë në një temperaturë konstante, pra parametre që quhen parametrat muzeal ose dinjiteti për artin. Jemi shumë dakord. Në këtë 30 vjeçar, ky fond, domethënë, që përmban në një shumicë të vetën veprat e realizmit socialist, është sharë, është paragjykuar, është zhvlerësuar, është shpërfillur, derisa kemi arritur në këtë gjendje që të mos merret asnjë vendim. Çfarë hapësirash mund të fleksibël kanë territori aktual? E para duhet identifikuar vendi territori. Ajo që unë propozoj është pjesa e mbasme e galerisë që nuk shqetëson as arkitekturën, nuk shqetëson vizualisht absolutisht gjithë kontekstin urbanistik, të themi, dhe nga pjesa e Hotel Datit apo nga pjesa tjetër e Tiranës, pra mund të jetë në të njëjtën lartësi, po të jetë e konceptuar në mënyrë inteligjente, që do të thotë që sektori restaurim, konservim mund të jetë po në këtë godinë në katet e fundit dhe të ketë një ndriçim natyral për të restauruar veprat e artit. Kati parë mund të jenë skulpturat e rënda, të cilat janë monumentale, janë në bronz, janë në allëci, janë terakota apo instalacionet e mëdha. Të jetë piktura në kanavas që ka një tjetër sensibilitet, sepse si trupi njeriut, pra ka një tjetër sensibilitet kundrejt lagështisë, temperaturat ose lëvizjet atmosferike, një pavion që të jetë vetëm për ikona ose pikturat në kompensat në dru, sepse thith lagështin më shpejt, dhe një ambient për akuarelet, vizatimet, linoleumet që është vizatimi ose piktura në letër. E gjitha kjo ka qenë një ëndër e juaja, apo ju vërtet e keni shkruar në një cop letër dhe ja keni propozuar Ministrisë Kulturës? E kam shkruar në një cop letër dhe kam propozuar. Dhe nuk kemi marrë përgjigje? Për momentin jo, sepse nga Ministria e Kulturës është po dëshira e mirë që ne ngelemi pritje që të prezantojt një konkurs ose një projekt për rikonceptimin total, duke përfshirë dhe fondin e Galerisë Kombëtare të Arteve. Nuk e di, dyshoj shumë të kjo. Unë kam bërë dhe këtë Elsa, nëse më lejon të them në këtë emision, që në ditët e në javët e para, duke kërkova të kuptoja një database të qartë, pra sa vepra arti disponon ky institucion kombëtar. Qa do një fondin që s'keni pasur inventar të plot? Jo, është një inventar, por kishin problem. Nga lufta e Kosovës kishin ngel vepra artit. Një numër konsiderueshëm apo? Po, të themi rreth 80-100, pak a shumë, dhe këto vepra u kthyen të gjitha në Kosovë, erdhën familjarët, erdhën të gjithë dhe u morën këto vepra. Kjo është një gjë. E dyta, vepra të mbledhura nga institucionet qeveritare. Ishin vepra në kryeministrinë, presidencë, në parlament, në shërbimin qeveritare, në përministri të ndryshme dhe u bë një database serioz. Sa vepra nuk u mblodhën, që rezultojnë të humbura ose të vjedhura, dhe u bë një denuncim në Prokuroritë të Republikës Shqipërisë. Dhe ju mendoni veprat e mara u restauruan,
u sistemuan, po inkornizon dhe po këtë vit është në kalendarin e Galerisë Kombëtare të Arteve ekspozita e veprave të mbledhura. E veprave të rikthyer. Të rikthyer rreth 67-70 vepra, përafërsisht. Tani, unë dua të di, me që ju nuk na lejoni që ne të hyjmë në fond. Nuk e lejon ligji. Dakor, po për ta bërë të paktën me fjalë të ditur për publikun, që çfarë ndodh në fond me ato vepra të cilat u hoqën nga pavioni i artit bashkohor, që ekzistonte në katin e tretë të Galerisë Kombëtare, dhe u futën në fond. Gjithë artistët që kanë krijuar në këtë epokë, aty nuk kanë asnjë vepër të ekspozuar, dhe në kushtet ku keni u fondin, në situatë janë këto vepra. Kur mora detyrën, ky kat i tretë ishte, të themi, i ruajtur dhe është e rënd fjala e sekuestruar, po që e ruajtur nga policia e shtetit, nga prokuroria e Republikës, siç dim rastin e ikonave. Nga tetori, atëherë, mos gaboj, nga nëntori 2013 deri në nëntor të vitit 2015, kati i tretë ka shërbyer si servis për prokurorinë. Po, nuk jam mund që marr vendime të tilla. Duhet të shërbente si servis galeria. Shiko, ne në Shqipëri nuk është se kemi, për shembull, në Itali ku kam jetuar ose në Francë, kur policia sekuestron një objekt arti, ka depot ose ka parametrat në ambientet e tyre. Kjo periudhë zgjati pak më shumë se sa duhet ishte për mendimin tim, dhe sot ne kemi onufrin të kuruar nga Fanny Zguro deri në datën 2 shkurt. Mbas datës 2 shkurt, ky pavion, ky ambient i katit tretë Galerisë Kombëtare të Arteve do t'i rikthehet sallës së linjës muzeale në mënyrë më të freskët. Me kë i merrni ju këto vendime? Me bordin, me kuratorët. Për shembull tani jemi duke punuar me kuratorin Gëzim Qëndro për një pjesë të linjës muzeale naturalizmi shqiptar, e cila do të jetë në katin e dytë. Vërtet nuk e kuptoj, domethënë çfarë këshillash ose sugjerimesh mund t'japin në një bord që ju keni krijuar me një historian, si Plum Xhufi, i nderuar në profesionin e vet, po lidhje ka në bordin e Galerisë Kombëtare. Me një botuese që nuk e shikoj fare të lidhur me artin, nuk po diskutoj 2-3 emrat e tjerë, por përbërja e bordit, vërtet, kam shumë rezerve. Siç unë kam rezervat e mia të diskutoj për shembull për bordin që mund të ketë një televizion, që mund të ketë një... Absolutisht, dhe duhet i themi këto. Siç mund... Pra, unë i them vetes si me kush jam unë që të kem autoritetin që të diskutoj prestigjin e një bordi të një institucione. Jo, më falni, se çfarë përbërje duhet ketë bordi, ato e përcakton rregulloria e Galerisë Kombëtare të Arteve dhe statuti i saj. Që thotë që duhet të jenë personalitete në fushën përkatëse zoti Shabani. Ne po flasim për artet vizuale. Është kultura shqiptare, është arti shqiptar. Po shumë e përgjithshme kjo. Po sigurisht është e përgjithshme, sigurisht dhe është shumë e domosdoshme, sepse brenda historisë së artit shqiptar është edhe kultura shqiptare, kështu që është shumë domethënëse. Ju tani normale që të merrni nesër dhe një kirurg në bord. Po nëse një kirurg ka kulturën dhe ka edukatën dhe ka njohurinë dhe ka të oksigjenin e tij kulturor, pse jo? Se do diskriminoj. Edhe pse statusi e thot qartë, rregulloria e Galerisë Kombëtare thot qartë. Ka shumë kirurg në botë që kanë fondacione arti. Ka njerëz që kanë dyqane mishi, që kanë fondacione dhe muze private. Në një institucion shtetëror. Vetëm ne shqiptarët diskutojmë në një institucion shtetëror, në një institucion nacional, padyshim që po. Arlinda Duda është një person shumë i nderuar që në editorinë e kulturës, së artit, filozofisë, është në botën e kulturës, në sallonin e librit në Torino, në Tiranë. Më vjen shumë keq, unë njoh shumë mirë persona. Po Krenar Zejna që është një kurator, nuk fola për Krenar Zejna. Është galeristë, ka kuruar me 10 ekspozita. Jo, do thoya është edhe galeristë. Administron një galeri, apo jo? Kështu që nuk e ngatroi zotrin në fjalë. Bordi përbëhet nga 7 persona, është nga Ministria e Financave, është nga Ministria e Kulturës. Po, 2 persona janë persona teknik, 2 të tjerë janë persona teknik. Po. Atëherë, një nga qëllimet apo detyrat e Galerisë Kombëtare të Arteve është që t'ju jap hapësirë dhe eksperimentimeve, formave të reja të shprehjes së artit vizual. Dhe Onufri është ngjarje që e merr përsipër këtë peshë, këtë barr. Jam e zhgënjur nga Onufri. Je zhgënjur si kuratore, si gazetare, si koleksioniste, si qytetare. Si njeri që ka parë rregullisht për gati 20 vjet se çfarë ndodh me kulturën në këtë vend. Unë javën e kaluar intervistova fituesin e saj. Por nuk mundet që Onufri të fshihet pas 1 apo 2 elementeve të talentuar si Iliri.
Pjesa tjetër... Jo, Onufri nuk kërkon të fshihet, nuk kërkon absolutisht të fshihet, është një koncept i kuratorit... Mund ma thoni kuratorit... Qa ka ndodhur me Onufrin? Qa ka që nuk shkon? Çfarë nuk shkon? Onufri nuk është një ndeshje futbolli që të them kjo shkon, kjo nuk shkon. Ky është një edicion i kuruar nga kuratori Fanis Guro, është një kurator që e njeh fare mirë skenën e artit ndërkombëtar. Unë dyshoj shumë. E di pse dyshoj, zoti Shabani? Po. Unë po lexoj një mori emrash. Bolognesi, Luca Bolognesi. Bünger, Dalleberg, Galiando, Garcia, Gjolesha, Hafez, Helguera, Luca, Luli, Ozgur, Mussolini, Piccolo, Qylafi, Gjigja, Yoshida. Po këta emra që kanë qenë Muslim Mulliqi, në konkursin një pjesë e këtyre emrave. Nuk janë një pjesë, më falni, janë shumë se gjysma. Që ju keni kuruar, ju duhet i njihni mirë. Po, i njoh, po. Po këta emra, Fanis Guro, që është fitus i Mulliqit, vinë në galerinë kombëtare të marrë paketë. Jo, është një pjesë e këtyre emrave. Nuk është një problem, me fjalë, kjo nuk është një problem. Këtu janë 13 artistë shqiptarë dhe të Kosovës. Si ka mundësi që Luca Bolognesi qarkullon në të gjithë qarqet që njohin artistët italianë në Shqipëri? Brenda një viti e gjejmë si në Kosovë, si në Shqipëri. Ky që nga artisti më... Po, këtu ne nuk... MNZ italian sot për sot? Jo, nuk është artisti MNZ, është një ndër artistët që është në skenën e artit bashkor në Itali, edhe jashtë Italisë. Do me thënë ju këtë pjesëmarrje të dyshimit nuk e quani argument? Jo, unë e para nuk e quaj të dyshimt, sepse nuk shikoj asgjë të dyshimt. Përsa i përket dyshimit, kemi kuruar para 2 vitesh artistë të jenë 3 muaj më pas në Tiranë, nga Prishtina në Tiranë? A mendoj që Onufrit këtë identitetin e vetë, këtë zgjedhjet e veta, sigurisht që kjo turjet e Onufër veta? nuk ka asnjë ngjashmëri përsa i përket aktivitetit në Kosovë, sepse artistët nuk prezantohen me një gjuhë, nuk prezantohen me një vepër dhe nuk mund të penalizohet ose të diskriminojë, të themi, nuk e di, Andrisalën apo Bolognesin apo një artist tjetër dhe t'i them që ti me qenë se ekspozon në Shqipëri nuk mund të ekspozosh në Greqi dhe nuk mund të shkosh në Stamboll apo në një vend tjetër. Onufri duhet parë për mendimin tim në vazhdimsi dhe në një optik më të thellë, që do të thotë. E para ka nevojë që Onufri të jetë i çliruar nga ky sistem i tenderimeve, sepse është shumë e vështirë që një kurator i huaj apo një kurator shqiptar ka ekzigjenca dhe ka nevoja të domosdoshme, qoftë edhe për elementët teknik, nuk e di për të realizuar një video, një instalacion, çdo gjë duhet hedhur në tender. Kjo duket banale, po shumë e rëndësishme, sepse arti nuk mund të tenderohet. Burimet financiare për të realizuar Onufrin duhet të jenë nga Galeria Kombëtare dhe Ministria e Kulturës. Sa ju ka ndihmuar Ministria e Kulturës për Onufrin? Ministria e Kulturës ka dhënë buxhetin për katës për Onufrin. Problemin... Sa ka qenë? Onufri fundit ka qenë, të flas me të vjetra, rreth 15 milion lek të vjetra. Unë nuk kam një problem me buxhetet, pra nuk e kam shqetësimin në mënyrë direkte, ajsa e kam me mënyrën se si është ndërtuar ky sistem, pra sistemi ekonomik dhe i artit, duhet jetë më i çliruar. Ma sqaroni ju lutem, kjo puna e tenderimit edhe për 3 milion lek... Kjo është një gjë e cila vështirëson deri në pamundësi. Pra, unë nuk mund të tenderoj kualitetin e realizimit të një vepre ose të një katalogut ose të një ftese, të një deplianit. Kisha nevojë për shembull në mënyrë banale që të lyeja një sallë që ishte salla e motra tones, sa quajmë sallën e motra tones për të identifikuar dhe për publikun, e kam kthyer 5 herë personin sepse nuk arrinte dot pigmentin. Kur unë mund të shkoj të gjej atë pigment, kualitetin, po, cilësinë. Pra, kjo të vështirëson... Nuk jeni në fakti vetëm i drejtues institucioni kombëtar që... Është shumë e vështirë. Pra, kush e ka ju lidhen këmbët me këto tenderimet? Po jo vetëm institucioni, po ata që vinë dhe duan të kurojnë një ekspozitë në Shqipëri, nuk e kuptojnë, nuk arrin dot të kuptojnë që ka nevojë për një kornizë të bardhë, por të ketë një kënd të verdhë dhe ti duhet ta tenderosh dhe nuk e gjen kurkund. Dhe të falimenton projekti për atë të bie dhe entuziazmi, kjo është një gjë për tu parë, sepse nuk është sepse Galeria Kombëtare, një Onufër është 1 milion euro, është 10.000 euro, është 12.000 euro, duke përfshirë çmimin, duke përfshirë kostën e kuratorit. Vetëm çmimi është 3 milion lek. 3 milion lek duke paguar dhe taksat. Nuk po flasim për një tender. Vetëm ardhja e punëve nga jashtë do të kishte një kosto më vete. Po ardhi artize, unë duhet të tenderoj hotelin, duhet të tenderosh për shembull nëse do të japësh një darkë artize, duhet ta tenderosh. Nuk është elegante dhe nuk na nderon.
një fjalë kjo është një gjë, kështu që Në shumë këtë herë mënyrë një onufër i cili kalon pa dialog, nuk është vetëm tek pa onufri. komunikim, jo, po e marrim konkretisht, me që e kemi akoma të ekspozuar në Kjo galerinë onufri ka kombëtare. dalë në Flaks, ka dalë në Art Agenda, kanë shkruar dhe media ndërkombëtar. Po kjo është skena e artit sot. Pra ne në onufër kemi për shembull artistin Leonard Qylafi, i cili është artisti që do të shkojë në Bienalen e Venecis. Ne e kemi të përfaqësuar në këtë onufër. Po Artist shumë serioz, Leonardi vjen me punë, të paktën 2 prej punëve që të tij që janë ekspozuar aty, që janë ekspozuar më përpara. Dhe ky ka qenë një nga problemet tjetër të punëve të ekspozuar në këtë onufër. Ne shikojmë punë të 2007-ës, shikojmë punë të 2010-ës, kur rregullorja e onufrit e ka të përsaktuar që duhet ekspozojnë vepra premier. Po, më falni, atja gjej emrin sakt. Khaled Hafez. Khaled Hafez. Me një punë të 2007-ës dhe të 2010-ës, 2 video. Ka 2 video, po. Nuk është i vetmi, një pjesë e mirë e tyre, më thëmë, përjashtimet janë punë të 2016-ës. Qose më lejon. Puna fituse. Edhe mua. Puna fituse dhe cikli i pikturave të Guri Bulevari. Për shembull, Guri Bulevari, unë nuk gjej shpjegim. Nuk i ka pëlqyer publiku. Mua më pëlqen zakonisht. Pra, varet nga shumë relativ, varet nga këndvështrimi. Pra, është një outsider. E kishim tek kuratori që njeh skenën, thatë ju, njeh skenën e artit kombëtar. Unë nuk shikoj që ai të ketë bërë ndonjë eksplorim. Nuk e di se mund të shërbej kjo si platformë një konkursi ndërkombëtar, më duket vërtet e patëndërshme. Ky është formati që nëse ne shkojmë në çfarë nuk tolerojmë këtu për shembull konkret. Që platforma e një kuratori të një konkursi të tillë që ne e mbajmë të rëndësishëm të jetë, ju e dini se Gjoli është i madh dhe i thellë. Më fal, po kjo është një turp. Me kutelit. Këto ditë, jo, unë nuk e shikoj si një turp, nuk e shikoj kaq skandaloze. Onufri ishte një konkurs i hapur për kurator. Ne kishim vetëm 2 propozime, që ishte Fani Zguro dhe një kurator tjetër shqiptar. Që do të thotë një prurje varfër. Keni një analizë për këtë gjë? Jo, analiza është kjo. Analiza nuk është thjesht në një event, ose ajo që unë observoj, shikoj, bëhet Bienale Venecis. Bienale Venecis është skena më e rëndësishme e artit bashkohor në nivel ndërkombëtar, në përfaqësi ndërkombëtare e përfaqësohet Shqipëria. Nga gjithë Shqipëria, nga gjithë 2.000, 3.000, 4.000 artistë jashtë Shqipërisë, në Shqipëri, pa numër që kërkojnë të jenë në skenë dhe të kërkojnë ekspozita, kishe vetëm 4 propozime. Minimalisht duhet ishin 400. Atëherë pse s'janë? Këtë nuk e di. Duhem pyetur artistët. Mua kjo më duket tronditse. Po ju duhet ta keni një përgjigje, zoti Shabani, sepse ju personalisht vini nga skena e artit pavarur. Sigurisht, ose nuk marr informacionin e duhur, ose nuk kam besueshmërinë e duhur, sepse nuk kam se si mund ta shpjegoj ndryshe. Nuk kam besueshmërinë e duhur. Elsa, duhet ishin 400. Mos janë goditur shumë rënd në vite pikërisht nga gjithë këto makinacione, nga gjithë këto manipulime. Është llogaria e gjithë viteve kjo kam përshtypjen. Unë nuk kam kuruar Bienalen e Venecis dhe nuk është institucioni që është Galeria Kombëtare e Arteve të operoj ose të... Po ka qenë deri para 2-3 vitesh ka qenë Galeria Kombëtare. Jo, nuk ka qenë. Para se të vinit ju. Organizatori dhe institucioni që merret me Bienalen e Venecis është Ministri i Kulturës dhe mendoj që po nga Ministri i Kulturës mund ta keni përgjigje. Unë për 2 muaj, 3 muaj do të shpallim edicionin e ardhshëm për kurator të hapur, kështu që i jepet rasti dhe është mirë se ardhur, padyshim. Nuk kam probleme me asnjë. Ajo që mua më shqetëson këtu është pikërisht goditja e besueshmërisë së njerëzve dhe habitemi pastaj që bëjmë ftesën e hapur dhe njerëzit nuk vinë. Është normal që të mos vinë, apo jo? Jo, nuk duhet të jetë normal pra mungesë ose indiferenca, sepse indiferenca nuk është normale, nuk është e mirë. Pra është një reakcion, po që duhet kuptuar për çfarë dhe pse. Ju vetë u ndjeti dekurajuar se s'kishit një gozhdë apo se s'kishit pigmentin e dur, apo jo? Për të luar. Sigurisht, ka pas raste që unë i kam bërë në funksionon në të njëjtë mënyrë edhe me kreon tjetër. Nëse ne shikojmë ekspozitën e fundit, që vetë deputeti Atangaci deklaroi rreth 400 ose mbi 400.000 euro, që është veprat e artit italian që veprat po, në Galerinë Kombëtare. Në Galerinë Kombëtare të Artit, asgjë aty nuk ka me tender. Pra është bërë kërkohet që kjo gjë të jetë e bardhë, bëhet e bardhë. Kërkohet që kjo bojë të jetë ngjyrë viol e fortë ose blu kobalt, bëhet blu kobalt. Jam shumë dakord, ju nuk mund të bëni gjëra kaq të mëdha pa ndihmën e qeverisë. Si mund të klimatizojë një institucion? E para njëherë duhet kemi instrumentat. Në moment që kjo
funksionon, ka një kosto. Ju Dhe nëse nuk paguaj kishte kaq dot. besim te kryeministri. Jo, vazhdoj të kem besim. E quani atë një evropian vizionar. Akoma ju duke një evropian vizionar? Po, unë nuk Flas gjithmonë për interesat e kulturës, ë? Për interesat e Po, e kulturës këtij vendi. kryeministri para pak ditësh ishte prezent në datën 15 në Galerinë Kombëtare të Arteve, ka ardhur dhe në ekspozita të tjera, siç ka qenë vetën ato, nuk e quan arritjet Galerisë Kombëtare. Siç ka qenë ekspozita e Mjeshtit Bashkim Ahmeti, siç ka qenë Bujar Luca, siç kanë qenë ekspozita të tjera, ka qenë dhe publik të themi në Ti hyn te disa kryeveprat dhe ekspozita. ndjen veten ngrohtë, but, e ndjen kështu si në mëndafsh, domethënë. Po Jo, mos egzagjeroj. Po pas, jo, tu nuk po bëj më shumë propagandë ka ç'është bër. Jo, po them mëndafsh, më duket fakt. Po si do mëndafsh? Më kujton Luvri Po tani. pas pak kohësh ajo siç erdhi ashtu dhe do t'ik, apo jo? Është edhe normale. Ai sistem. Cili sistem? Ai sistem që u krijua në sallën në katin e parë të Galerisë Kombëtare. Jo, me ngrohje të mirë. Jo, ngrohja është e Galerisë Kombëtare. Me ndriçim të mirë, ashtu? Po, ngrohja është e Galerisë Kombëtare. Po sallat e tjera pse nuk ngrohen në atë mënyrë? Sepse ajo ngrohje është vetëm për atë ambient. Dhe për sallat e tjera ka vetëm këto ngrohjet provizore të cilat janë të pamjaftueshme, unë do të thoja. Prandaj është domosdoshme rikonceptimi total i këtij institucionit, dhe nuk është problem vetëm ngrohja ose ftofja e një institucioni. E para, ne duhet jemi sensibël për njerëzit që janë të pamundur ose njerëz me aftësi të kufizuar. A kanë ashensor? Pra ashensor, tualet që janë kushtet minimale. Është krijuar ambienti, ateljeja për fëmijët. Po, e kam parë. Që vinë pikturojnë, vizatojnë, edukimi përmes kulturës dhe ka pasur jashtëzakonisht vizita. Në këtë moment jemi duke bërë një projekt me fshatin Sos, i cili do finalizohet me një ankant. Për shembull një artist siç Zef Shoshi me 2 fëmijë apo Bashkim Ahmeti me 2 fëmijë. Pra, pikturë me 4 duar ose me 6 duar. Shabani, ju përmendët kryeveprat, gjej rast që të përmend diçka nga deklaratat e deputetit që ka marrë përsipër të bëj dhe marrëdhënie me publikun. Ne me këtë ekspozit kemi thyer të gjitha paragjykimet që kanë pasur drejtorët e muzeve për të sjellë kryeveprat. Me anë të masave të sigurisë, riparimeve dhe restaurimeve që kemi bërë në galeri. Në kohët më të mira, thot Galeria e Arteve në Tiranë ka pasur 1000 vizitorë në muaj. Jemi në një nivel fare primitiv. Sigurisht, unë nuk i quaj fare etike deklaratat e zotit Gaçi, që ta trajtoj publikun shqiptar sikur të ishte një dorë indigjenësh. Atëherë, stili dhe formati i Melsa është një tjetër, të themi, platformë. Jo thot që numri i vizitorëve është jo më shumë se 1000 dhe që keni paragjykime për të mos sjell art të Ja mirë. përgjigje, atë në radhë parë, përsa i përket statistikave të vizitorëve në Galerinë Kombëtare të Arteve, mendoj që çdo fundjavë, pra çdo javë, ne japim statistikat korrekte Ministrisë së Kulturës së Republikës Shqipërisë. Dhe ky numër nuk ka lidhje me statistikat tona. Ky është një numër i cili bazohet në një opinion. Kjo është një gjë. Përsa i përket paragjykimeve apo të themi mënyra se si shikohet institucioni nga jashtë. Po. Profesor Ferid Hudri disponon një katalog që janë gjithë galeritë kombëtare të botës. Të botës do thotë të planetit që ne jetojmë. Dhe në kopertinë është Galeria Kombëtare e Arteve. Jo si galeria më e mirë, jo si më e bukura, por që në mundësitë që kemi, linja muzeale, vepra që prezantojmë dhe pikërisht në realizmin socialist shqiptar. Kjo është publikuar në Londër dhe në New York. Përsa i përket historisë ka Galeria Kombëtare, sepse Galeria Kombëtare sigurisht që nuk lind në 2017 dhe nuk lind. Jo, zoti Gaçi thotë që tani do rifilloj dhe një jetë e re për artet figurative. Më vjen mirë për entuziazmin dhe sensin pozitiv që ka deputeti në fjalë për skenën e artit në Shqipëri. Më lejon të them që në historikun e këtij institucionit është prezantuar dhe unë kam qenë vetë prezent, kam qenë publik, ku kam parë veprat të autorëve botëror, duke përfshirë dhe veprat të artit italian, siç është, të themi, kolecione Martani, që ka qenë siguruar për rreth 20 milion euro, të themi në atë kohë, vepra totalisht, vepra muzeale, do të thoja, dinjitoze, jo thjesht sepse dinjitoze janë të kushtueshme, dinjitoze se janë emra si Pollock, si Fontana, Lucio Fontana, Pablo Picasso, Chagall, Salvador Dalí, kemi pasur koleksione të standardeve, do thoja serioze, të larta,
në nivel ndërkombëtar, kështu që I referohemi numrit të vizitorëve, pavarësisht se nuk e keni përfshirë nëntor-dhjetorin e 2016-s, midis vitit 2013-2016 2015 ka një rritje se ka pas maksimale, si e shpjegoni? Unë do thoja kulmin 2015 30-32.000 vizitorë në vit. Në vit, po sigurisht. Për shembull ka ekspozita siç ka qenë Sadi Kaceli apo dhe Veseli Shiaku apo ekspozita e Bashkim Ahmeti, ka ekspozita që ka një interes të themi të veçantë, një interes afektiv nga publiku për autorë të ndryshëm. Kjo është një gjë shumë e bukur që unë shikoj shkollat të ndryshme që vinë dhe vizitojnë me mësuesët e tyre, vinë vizitojnë dhe ekspozitën e sjell nga Artemisia Group. Po, edukimi nuk bëhet as me 1 as me 3 muaj. Jo, edukimi nuk mund të... Siç e deklaron zoti Gaçi. Nuk e di se çfarë ka deklaruar zoti Gaçi, po që edukimi... Që tani do fillojmë edukimin me artin Edukimi nuk fillon tani, po është pjesë e një projektit afatgjatë, kështu që... Prandaj e quajmë të rëndësishme dhe ngritjen e galerisë kombëtare dhe mbështetjen dhe... Po sigurisht, galeria kombëtare është e gjithëve, nuk mund të jetë. Nuk është imja, nuk është e një deputeti, nuk është e një parlamenti, është e gjithëve. Kur vi një huaj në Shqipëri, shikon galerinë kombëtare, muzeumin kombëtar, shkon në Krujë që shikon muzeumin e Skënderbeut dhe kur ka kohë shkon edhe në Butrin, Berat dhe Ngjirokastër. Po galeria kombëtare është një agjend shumë e rëndësishme. Zoti Shabani, tek treguesit statistikor, unë shikoj një tabel për numrin e lexuesve dhe të studiuesve në Galerinë Kombëtare të Arteve. Dhe më bën përshtypje që është rritur përdorimi i bibliotekës, i arkivit. Në 2016 ka një rritje vërtet të ndjeshme. Si e shpjegoni këtë interes? Do me thonë tërheqja që bën galeria kombëtare në një nivel tjetër tani, studimor, akademik. Po dhe edicionet e librave, kemi ndjek dhe një politikë inteligjente të themi për shembull liceon artistik ose studentët I dhurojmë librat e galerisë kombëtare. Pra, nëpërmjet gjeseve të voglat e thith interesin, nëpërmjet disa debateve, nëpërmjet disa prezantimeve, konferencave. Tirana ka nevojë për një galeri të qytetit, një Kunst Tirana, sepse nuk është funksioni I galerisë kombëtare, nuk është galeria e Tiranës, kjo është galeria kombëtare. Pra duhet të ketë ekspozitat nivelit muzeal, dhe të ketë galeri dhe të vogla, pra të ketë politika që t'i lehtësoj mundësit dhe në arti bashkor, po dhe nga artistët që janë... Tani, kjo I takon politikës madhe dhe... Kjo është dëshira ime, sigurisht. Nëse ju komunikoj që do t'ikni që nesër, çfarë do t'linit, çfarë do t'kishit si pengjet tuajat, ose si një vath në vesh, si të thuash, për autoritetet më të larta? Fondi është një gjë shumë e rëndësishme. Fondi institucionit. Problemi është sistemi, pra në sistem duhet lehtësuar. Galeria kombëtare nuk ka nevojë që të jetë nënvarësi. Kjo është një gjë që po jo vetëm galeria, dhe biblioteka kombëtare, dhe teatri operës baletit, dhe cirku, edhe Muzeumi Nacional Kombëtar. Pra, ne nuk duhet të jenë institucione nënvarësi nga institucion që në këtë rast është Ministria e Kulturës. Unë jam personalisht për pavarësinë e këtyre institucioneve, jo thjesht për të promovuar profilin ose punën e tyre që janë artin në këtë rast, por dhe për të gjeneruar ekonominë nëpërmjet artit, për të udhëtuar në përbot, për të nxjerrë ekspozitat, pra të ketë më lehtësi, më pak burokraci. Nuk është e nevojshme që një vepër arti të dalë nga Tirana Prishtinë duhet VKM. Nuk është e nevojshme, nuk ka arsye pse duhet të jetë. Ky është ligji, të ndryshohet ligji. Galeria kombëtare varet nga Ministri I Kulturës. Nuk duhet varet që një drejtues I një institucionit kombëtar në botë të udhëtoj, nuk duhet të ketë leje dhe miratim leje nga një ministër kulture. Dhe ministria është shumë dakord me këto gjëra që I kam thënë dhe e kam menduar. Për të reflektuar. Unë ju falenderoj shumë që ishit sot këtu. Suksese. Faleminderit juve.